fillo këshilla në Facebook, e fillo sulmin Facebook për dikën që mund bëjt diçka, gjoja më e kollajt me shlu gjuhën për njëri tjetrin, po fjalët që i thua i mat. Tek Imam Buhariu tregohet pra në hadith sakt se një person kohën e profetit alayhi salatu selam pite alkol shumë derisa dehej dhe bëhet tap. E merrnin e çonin tek profeti alayhi salatu selam për fajin që bënte, për gabimin që bënte. Shpesh dhe një radhë kur ju dha penaliteti, fillun muslimanët duke e shajte, duke e mallkue, ky është i shkatrume, ky është i mallkume, ky është shu, ky është ashtu. Ndërsa profeti alayhi salatu selam që i thote, mos e mallkoni dhe mos e shani vllajin tuaj se pasha Allahun, ai e don Allahun edhe dërgumin e tij, subhanallahu. Ndërsa në një transmetim tjetër, la takunu aunan li shejtani ala akhikum, mos u bëni ndihmë e shejtanit kundra vllajit tuaj, sepse çfarë ndodh? Nëse dikush pra e çon shejtanin mëkat për çfarë e çon? Me e poshtru pra, me e përçmu, se mëkati atë tje përçmimin edhe poshtrimin, të ul si njeri, të ul karakterin, të bën si njeri të marum. E të njëjtën gjë që do me e bë shejtani, je duke e bë ti me vllajin tat. A ka njeri pa gabime? Ai që flet, nuk ka gabime, të gjithë kemi gabime. Kush më shumë e kush më pak. Në vend se neve me mendu mirë për njëri tjetrin, në vend se me bë dua, në vend se me këshillu me mirë ashtu siç duhet, fillo këshilla në Facebook, e fillo sulmin Facebook për dikën që mund bëjt diçka, gjoja më e kollajt me shlu gjuhën për njëri tjetrin, po fjalët që i thua i mat, po fjalët që thu, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Mos fol për gjëra që s'takojnë, sepse edhe shikimi, edhe dëgjimi, edhe fjala, edhe zemra për të gjitha do pyetesh para Allahut xhaleshanu. Gjëja më e kollajt me fole, me shpife, me bëhe, me ashtu si profesor, ndërkohë duke akuzuar të tjerët.